Energjia që po vjen nuk mund të ndalet. 4 shenja kanë ndryshim të madh. Një valë e re energjie po afrohet dhe ajo nuk mund të ndalet. Kjo lëvizje e fuqishme prek zemrën, mendjen dhe drejtimin e brendshëm të disa shenjave. Kur kjo energji vjen, ajo ndryshon mënyrën si mendon, si sheh mundësitë dhe si përballesh me vendimet. 4 shenja janë në qendër të saj dhe do të ndjejnë një shtysë të fortë drejt një kapitulli që kërkon guxim, përqendrim dhe qartësi. Nëse ke ndjer tension, ëndra të çuditshme ose sinjale të forta, kjo është arsyeja. Kjo energji nuk pyet, ajo transformon. Dhe nëse je një nga këto 4 shenja, mesazhi i saj është i pandalshëm. Dashi, ndryshimi që vjen drejt teje nuk është i zakonshëm, sepse prek mënyrën se si ti mendon, vepron dhe ndërton të ardhmen tënde. Ti ke qenë i bllokuar mes 2 zgjedhjeve për një kohë të gjatë, por tani energjia e re të çon drejt një vendimi që nuk mund ta shtysh më. Në punë, një mundësi e papritur mund të shfaqet, por kërkon guxim dhe shpejtësi. Në dashuri, dikush mund të tregojë ndjenja të vërteta ose mund të zhduket pa paralajmërim, duke të treguar qartë se kush ka vend në jetën tënde. Financiarisht, mund të vinë risi që të stabilizojnë, por gjithçka kërkon mençuri. Energjikisht, universi të shtyn të mos teprosh me dyshime, por të veprosh kur momenti të shfaqet. Ky ndryshim është i madh, i pandalshëm dhe kërkon një version më të fortë të vetes. Luani, energjia që afrohet ndes talentin, magjepsin dhe aftësinë tënde për të marrë vendime të guximshme. Ke qenë në pritje të diçkaje që do të tregojë drejtimin e duhur dhe kjo valë e re është pikërisht ajo që të duaj. Në punë mund të shfaqet një rol më i rëndësishëm, një mundësi për të ngritur ose një person që sheh vlerën tënde reale. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të thella, më të sinqerta dhe më të qarta. Nëse dikush ka dyshuar te ty, tani energjia e re e detyron të tregojë qëllimet e vërteta. Financiarisht, ky është momenti kur intuita jote të udhëheq drejt zgjedhjes së saktë. Energjikisht, ti po ngrihesh në një nivel më të lartë vetbesimi. Ky ndryshim nuk mund të ndalet dhe është shkruar që ta çojë drejt suksesit që ke menduar prej kohësh. Akrepi, transformimi që vjen drejt teje është i thellë, i brendshëm dhe i pashmangshëm. Prej kohësh ke ndjerë se diçka duhet të ndryshojë, por nuk kishe marrë shtysën e duhur. Kjo energji e re nuk të lë më të rish në hije, ajo të shtyn drejt të vërtetave që nuk mund t'i shmangësh. Në punë mund të zbulohet një e fshehtë, një mundësi e re ose një person që përpiqet të të ndalojë, por ti del më i fortë. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të sinqerta dhe çdo gënjeshtër bie poshtë. Financiarisht, momenti kërkon vigjilencë, por shpërblimi vjen nëse je i vëmendshëm. Energjikisht, ky është çasti kur rilind shpirtërisht dhe kupton qartë se cilët njerëz duhet të mbeten në jetën tënde. Universi të jep një ndryshim që nuk mund ta shmangësh. Peshqit, energjia e re që të afrohet është më e butë, më shpirtërore, por shumë më e fuqishme nga sa duket. Ti ke nevojë për qartësi, qetësi dhe udhëzim, dhe universi po ta sjell pikërisht tani. Në punë, një ide ose një sinjal të drejton drejt hapit të duhur, duke të çuar drejt mundësive që deri dje të dukeshin të paarritshme. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe dikush mund të tregojë sinqeritet të pastër që të prek emocionalisht. Financiarisht, gjendja fillon të përmirësohet, por gjithçka kërkon durim dhe refuzim të vendimeve të nxituara. Energjikisht, kjo valë e re hap rrugë për shërim, ndriçim dhe transformim të brendshëm. Ky ndryshim është i pandalshëm dhe i dërguar për të çuar drejt një kapitulli me më shumë paqe dhe siguri. Shkruaj në komente. E marr energjinë dhe shenjën tënde. Bëj like nëse je gati për ndryshimin. Bëhu subscribe për paralajmërimet e ardhshme. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë sinjal.